Dje në aneksin e stadiumit Roza Haxhiu është zhvilluar ndeshja e fundit e kampionatit kombëtar të futbollit për grup moshat U13 midis ekipit të Lushnjës dhe ekipit Elbasanas Pepa, e cila përfundoi me rezultatin 2-0 në favor të ekipit lushnjar. Golat u shënuan nga Daniel Sharka dhe Loen Liçka. Djemt në drejtimin e Elidon Korreshit, trajneri i ekipit, kanë dominuar që nga fillimi kampionatin, ku në 22 ndeshje kanë fituar 19, kanë barazuar 2 dhe kanë humbur vetëm një ndeshje me 59 pikë të grumbulluara. Ekipi lushnjar e kishte siguruar një javë më parë titullin kampion për këtë edicion futbollistik 2024-2025. Administratori i klubit të Lushnjës, Marius Liçka, uroi ekipin për fitoren e merituar. Jemi mbledhur për këtë eveniment të rëndësishëm, do thosha, për qytetin tonë. Ekipi i U13-s qytetit është shpallur kampion në kategorisë parë me merit. Ju uroj suksese të gjithëve dhe suksese të futbollit për këtë arritje të shënuar. Ceremonia e ngritjes së trofeut u zhvilluan mes entuziazmit të tifozerisë dhe futbollistëve fitues.